Unë mendoj që kryeministri është përpjekur që të vendosi disa ekuilibra me këtë situatë rotacioni që ai ka bërë. Unë mendoj që është përpjekur që të ruaj një balans dhe me njerëzit e zonës Ballukut, pasi shumica e ministrave të rinj të emëruar ose disa janë të zonës Ballukut, njerëz që kanë punuar me të. Dhe kjo do të thotë dhe një fakt tjetër që presioni i katërt nga ato 3 parë që tashun vjen dhe nga vetë zonja Ballukut, e cila ka fituar një pushtet shumë të fortë këto 13 vite brenda Partisë Socialiste dhe brenda qeverisë të zotit Rama, dhe kjo kuptohet që edhe pse ajo largohet nga kabineti, njerëzit e saj, njerëzit më të afërt, bashkëpunëtorët më të afërt, përfshihen si ministra të rëndësishëm në kabinet. Duhet parë zhvillimet e mëvonshme, qoftë nëpërmjet mendoj prokurisë posaçme, e cila nuk e ka ndaluar betejën e saj me raste korruptive të mëdha, me afera korruptive të mëdha, dhe duhet parë më pas dhe qëndrimi i gjithë atyre njerëzve zyrtar të Partisë Socialiste, të cilët mund të mos jenë, mendoj unë, të kënaqur me mënyrën se si po operon kryeministri dhe me faktin që vetëm një grup, një elitë e caktuar e cila lidhet me njerëz të fuqishëm, siç është zonja Balluku, mundet të deportojnë në qeveri dhe mundet të kenë influenca dhe në drejtorirat të mëdha ose drejtoritë të cilat kanë peshë në qeverinë shqiptare.